Është ekstraduar nga Italia drejt Shqipërisë 49 vjeçari Aleks Ndreka, i shpallur në kërkim në kuadër të operacionit Metamorfoza në korrik të vitit 2023. Ndaj Aleks Ndrekës ishte caktuar masa e sigurisë arrest në burg në mungesë, pasi akuzohet për pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal, si dhe për sigurimin e kushteve dhe mjeteve për kryerjen e vrasjeve. Sipas njoftimit të policisë së shtetit, 49 vjeçari dyshohet se ka siguruar informacion mbi vendodhjen e 3 shtetasëve shqiptar dhe ka organizuar bashkëpunëtorët për të kryer atentate gjatë vitit 2017. Ekstradimi i tij u bë i mundur përmes bashkëpunimit ndërkombëtar në kuadër të operacionit The Wanted me angazhimin e Interpol Tiranës dhe Interpol Romës. Ndërkohë, gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin e organizuar kishte vendosur ndaj tij masën arrest në burg për veprën penale, sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje e kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.